Pse disa njerëz thonë ta hangë drejshi shpirtin, pra të mallkojnë, të hangër drejshi ose të marrë drejshi. Pse? Këta njerëz duhet me bërë një pyetësor statistik, edhe me i pyet pse. Ku e din hoxha pse thonë njerëzit ta hangër drejshi shpirtin? Pa kur ja bjerë me sa duket atij tjetrit majt hunës, ai skaçet thotë dhe thotë ta hangër drejshi shpirtit. Kurse këne nga Shqipnia thonë të morë drejshi, mos zbaf shpikën e hajrit. Pra është një formë mallkimi, kjo nuk lejohet fetarisht, po pse? Po pse? E ku e di unë pse? Pra, kur thua pse, duhet të kesh një institucion i cili merret me statistika, të shpërndash pyetësor ke këta që thonë e përmendin shpesh Lanetullahin, edhe ti pyesësh sa herë përmend, sa herë bën këtë bedon, këtë mallkimin, sa herë e bën, po cilat janë arsyet, pastaj ngrejmë dikë që do të marrin masterin, dhe ai bën ato rezultate dhe thot arsyeja se pse njerëzit e përdorin këtë duan është mlefi, 1, 2, nervozizmi, 3, tradita.